Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala tammani akmalani khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyillahi al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma ma ba'd. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, për t'i falë dhe ndihmë kërkojmë. Vllazën, ne jemi mësuar realisht ti dëgjojmë hoxhallarët edhe ndoshta edhe çdo fjalim tani kur e nisim, themi falënderimi takon Allahut. Dhe për shkak njeriu kur nis ushqimin thot bismillah. Apo e keni vërejë ndoshta para gjumit, thot çdo njeri për nesh bismika rabbi wada'tu janbi. Fa in amsaktaha farhamha. O Allah, në emrin tënd e vendos trupin e gjumë. Në qoftë se ma ndali shpirtin, më shiroma. Në qoftë se ma lishon shpirtin, kujdesu për atë ashtu si kujdesesh ndaj robëve të tu të sinqertë. Por ana ka shkuar në mendje ndonjëherë vllazën, që kur i themi Allahut, o Allah, në qoftë se ma ndali shpirtin, më shiroma. Atë ka shkuar në mendje që ndoshta kjo është nata e fundit që zgjohesh. Nesër realisht Allahu ka për me të ta ndalë shpirtin, nuk ta rikthen më. Andaj edhe ky lloj falënderimi vllazën nuk është i zakonshëm. Nuk është thjesht për ta bërë për diçmëri tonë, fjalimet tona. Realisht falënderimi takon këtij Zotit të Madh xhallahu ala. Andaj falenderojmë Allahun në fillim, e falenderojmë Allahun xhallahu ala në mbarim. Ai është pronari i hamdit dhe i falënderimeve në qiell dhe në tokë. Wallahi nuk e ngriti qiellin vetëm për të falënderuar. Nuk e rafshoi tokën vetëm për të falënderuar. Nuk e vendosi diellin edhe hënën në kupën e qiellit vetëm për të falënderuar. Thot Ibn Qayyim el-Jauzi wa maqamati dunya wal akhirah illa lil hamdi wa bil hamdi wa min ajli al hamdi. Me të vërtetë nuk është vendos pazari i dunjas dhe i ahiretit vetëm për hatët falënderimeve. Vetëm që të falënderohet ky Zot i Madh te bareke ve taala. O ju vllazën, edhe ndodhit natyrore që ndodhin në gjithësi, ndodhin për falënderuar Allahun xhallahu ala. Shiheni bubullimin, Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi." Edhe bubullima kur përcet e nxjerr në zhurmën e saj në qiell, ajo e falënderon Allahun xhallahu ala me hamd. Të gjithë krijesat na ka treguar Allahu xhallahu ala se e falënderojnë Allahun me hamd. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nuk ka krijesë në qiell dhe në tokë vetëm se e madhëron Allahun me hamd, me falënderim, por ja që ju nuk e kuptoni llojin e falënderimit të tyre. Allahu subhanahu wa taala kur e nxori njeriu nga barku i nënës, pikërisht e nxori me hamd, që njeriu t'i thot Allahut elhamdulillah. Allahu xhallahu ala thot: "Huwa alladhi akhrajakum min butun." Ai është që ju nxori prej barkut tën, ai, vetëm ai. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Është ai I cili ju nxor ju pe barqet e na. Pse ja rob? Ai va dha shikimin, pse? Ai va dha ndëgjimin, pse? Ai va dha juve zemrat edhe mendjet, pse? Vetëm e vetëm që ju të falenderoni. Pra esenca se pse Allahu xhallahu ala I ka vendos dritën e syve këtu në ballo ju vllazit e mi që ne themi elhamdulillah o Allah për këtë shikim. Allahu xhallahu ala I ka dhënë veshin vetëm që ne ti themi elhamdulillah. Allahu xhallahu ala I ka dhënë duart jo për diçka tjetër vetëm që ne ti themi elhamdulillah. Andaj ju vllazit e mi, vallahi që të vinë një ligjërat të këtij, ne realizojmë një lloj për llojeve të hamdit, falënderime, mirënjohje ndaj krijuesit të Madh subhanahu wa taala. Të ndahesh në këto orë ju vëllezërit e mi nga dynjaja, nga familja, nga biznesi dhe tregu dhe ngjashme se ai, apo edhe nga dalja dhe shëtitja, se sot është e diell. Shumica e njerëzve dhe dalin edhe ecin dhe shëtisin, kush në për detra, kush në për katunde dhe ngjashme se ajo. Kurse ju keni përzgjedhur që të vini dikon në një vend për të dëgjuar për Allahun subhanahu wa taala, për ta madhëruar këtë Zot, për ta kujtuar vazhdimisht Allahun xhallahu ala, vallahi billahi, si thot Ibn Qayyim el-Jauzi, edhe hamdi, falënderimi ndaj Allahut, kërkon një falënderim tjetër që Allahu na I ka mundsuar ta falenderojmë vallahi billahi. Salavat dhe selamet tona janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krijesën më të dashur të Allahu xhallahu ala. Lakni gjuhët e ju e vllazën me salatë dhe selame sa herë që të përmendet emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër,
E dini pas që tema e parë që do diskutohet inshallah taala është imani, begatia më e madhe. Realisht duke u përgatitur, duke medituar pak, thash në veten ndonjëra ka nevojë që ti tregojmë një tjetrit se vërtet imani është begatia më e madhe? Pse a kemi ndonjë dyshim të pakët se vërtet dhurata më e madhe që Krijuesi ma ka dhënë mua është dita kur ma hapi zemrën për Islam? Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi thonë: "Men alladhi dhakaraka bil Islami awwala." Kush të kujtoi ty me Islamin herën e parë? Kush ishte ai i cili e mendoi Islamin tënd për herë të parë? Rabbul Alamin subhane. 50.000 vite para se të zbret Ademin alayhissalatu wasallam në tokë, ndoshta sa mija vite kanë kaluar mes nesh dhe Ademit. Për vëllezërit e vetëm Allahu e di numrin e atyre viteve kur Allahu dikur atje mbi arshin e tij vendosi të krijon një krijesë, e cila quhet njeri. Dhe për këtë njeri Allahu xhalla xhelalu ju tha të gjithë adhuruesve të tij me laqeve në mesin e tyre dhe iblisi që ishte, u tha që t'i bëjnë sejdë këtij njeriu në shenjë nderi dhe respekti. Se me tërë inni gja'ilun fil ardi khalife, unë do të vendos në tokë një trashëgimtar, një njeri i cili do ta trashëgon shariatin e Zotit xhallahu ala, një njeri i cili do ta lufton epshin e tij, do t'i lufton të gjithë egot e tij vetëm që të mëson për Allahun, të dëgjon për Allahun xhallahu. O ju vëllezër e mi, Allahu subhanahu wa taala e ka programuar në këtë trup të këtij njeriu gjithçka që ta largon prej Zotit. Mjafton që Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur menda nesh epshin. Allahu xhallahu ala e ka vendosur menda nesh nefsin. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë pushtet ndaj nesh iblisit. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ai bashkë me kabilen, popullin dhe fisin e tij ju sheh ju nga ju nuk e shihni atë. Me gjitha të forcat dhe arsenale që jenë përreth nesh për të na larguar nga rruga e Allahut, përsëri unë edhe ty, jo do të vendosin të jemi në rrugën e Krijuesit subhanahu wa taala. Allahu akbar. Po kush është ai i cili na i hapi pra zemra, thotë Ibn Qayyim? Ai është Allahu xhalla xhelalu. Allahu dhe vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë ditë kur i tha lapsit shkruaj dhe ndër të tjera i tha lapsit shkruaj që kujtimi filani alani ta shqipton shahadetin la ilaha illallah Muhammed rasulullah. O ju vëllezër, pa shamadhnin e Allahu xhelalu. E që esenca e këtij imani për të cilin do të flasim është shahadeti la ilaha illallah. Ju dini që Musa alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve në bisedën e tij me Allahun xhallahu ala i tha ja Rabbi allimni kalima adhkuruka wa ad'uka biha. Ma mëson një fjalë me të cilën do të përmend ty, të të madhoroj, të të kujtoj ja Rabb, të të bëj dhikr ja Rabbel alamin. Allahu xhallahu ala i tha ja Musa thuaj shahadetin la ilaha illallah, thuaj imani, tauhidin e jollazën. Pa kujtoja vetes tënde kohë pas kohë shahadetin, tauhidin, vlerën e madhe të këtij imani. Musa alayhi salatu wassalam ju vëllezërit e mi sikur kërkonte diçka më të veçantë, më ekskluzive. Unë jam pejgamberi i Allahut, unë bisedoj me Zotin xhallahu ala mëngjeset e mbrëmje, du diçka më të veçantë. Allahu ja bëri me dije se s'ka be diçka më të madhe se kjo. Andaj arapët të ju vëllezërit e mi thonin, e dunya la tatimu ala ahad. Mbajini mend këtë fjalë. Me këtë zhurmë që jemi duke dëgjuar jashtë këtij vendi ku jemi të vu për ta kujtuar Allahun. Dunjaja nuk i plotësohet askujt. Kjo shprehje arabe. Walau tammat ad-dunya li ahad la tammat li anbiya illahi azza wa jall. Po të plotësoheshte dunjaja për dikënd, do të plotësoheshte për pejgamberët e Allahut. Por ja që edhe pejgamberëve të Zotit Allahu xhallahu ala ju kishte dhënë diçka, por nuk ju kishte dhënë diçka. Asnjërit pejgamber Allahu xhallahu ala nuk ja plotsoi dunjan. Bile edhe premtimin e davetit nuk va plotsoi pejgamberëve të tij. Pejgamberi Allahu te bareke ve teala pejgamberi ton më të dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduk aw natawaffayannak. O Muhammed, shifni, ose do të ta mundsojmë që ta shohish atë që ta kemi premtuar, pra fitoren e madhe të Islamit, apo edhe ndoshta do të vdesish dhe nuk do ta shohish fitoren e madhe të Islamit. Dhe realisht një pjesë të madhe të çlirimeve të toka muslimane pejgamberi Allah nuk i pa. Edhe pse e dinte, edhe pse i premtoi në luftën e Hendekut se do të çlirohet Kisra, do të çlirohet Shami, do të çlirohet Iraku e kështu me radhë, mirë po ai alisatu sa nuk i pa. Pra Allahu xhallahu ala edhe këtë mirësi të madhe nuk ja plotsoi pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam derisa ishte gjallë. Por e vetme mirësi dhe dhuratë dhe begati që e ka plotësuar Allahu në këtë dunja është Islami. Nuk të plotësohen të mirët e dunjas o vllast. Ama mbesa të arrish diçka në jetë, një sprovë vjen. A keni pa ndonjë njeri arrin sa ka ndërtuar shtëpinë vetëm i
Ndodhë ndoshta dikuj për familjarëve një kancer, një sëmundje, më thashtë, dhe në dunjaja sa plotësohet me një vjen mangësia. Wa ma ba'da at-tamami ila an-nuqsan, arabët gjithashtu nga thënë dhe pas përsosmërisë vjen mangësia. Andaj dhe sahabë radiallahu anhum prej tyre kush? Ebu Bekër as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu e kuptoi se me zbritjen e surës Feth, më fali surën Nasr, e kuptoi se është shenjë se do ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ma ba'da at-tamami ila an-nuqsan, se pas përsosmërisë, pasi të përsoset diçka, vjen me njëherë pas asaj mangësia. Dhe këtu pra koreni idha jaa nasrullahi al-fathu ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Ebu Bekër as-Siddiq filloi të qarë radiallahu anhu dhe than sahabë radiallahu ta'ala anhum për atë çka ky plak i arapëve që po qanë me fitoren e madhe që ne ka premtuar Allahu xhallahu ala. Pas vdekjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kupton sahabët se Ebu Bekri vërtet është njeriu më i mençur, pra e kishte kuptuar se kjo është shenjë se do të vdes pejgamberi Allahut. O vëllazërit e mi, nuk na u plotsu dunjaja edhe me përjetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ndoshta do të na ishte plotësuar një pjesë e dunjas, po ta kishim ende gjallë pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, ta shihim me atë shembull aty rnik, që nuk është shembull për oratori, por shembull për punë, për vepra, për sakrificë, për dhënje, për shpenzim në rrugt të Allahut alaihi salatu. Po ja Allah na i ka marrë subhanahu wa taala. Andaj si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që t'ju godet një sprovë prej sprovave të jetës, kujtojeni vdekjen time. Sa ajo është që vaprishën këtë lezete tek se dunjaja. Në rregull. E vetmja mirësi dhe begati të cilën Allahu xhelle xhelalu e ka plotësuar në këtë dunjë është Islami. Allahu xhelle wala thot el yawma akmaltu lakum dinakum. Sot va kam plotësuar juve fen. Allahu akbar. Va kam plotësuar mirësinë. Allahu xhelle wala ka plotësuar këtë Islam. Alhamdulillah. Andaj o ju vëllezëritemi, kush e ka për këtë begati, ka begatinë e plot të përjetshme. Dhe pasha madhërinë Allahu subhanahu wa taala nuk mund ta kuptojmë përsosmërinë e kësaj dhurate dhe kësaj begatije vetëm atë ditë kur do të mbetemi të vetmuar në varret tona dhe vinë me lajqet e Allahut thonë o ma dinu, kush ishte feja yte. Atje o ju vëllezërit e mi do ta kupton çdo njeri prej nesh se ç'na pas ka falur Zotin në dynja kur ishim. Nuk ka pasha madhërinë Allahu dhuratë që zbret Allahu xhallahu ala pe qielli më të madh se Islami. Thot Allahu xhallahu ala pra el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe e kam plotsu dhuratën time ndaj jush. Dhuratën që Allahu xhallahu pra shihni vllazën Allahu në Kur'an edhe fëmijën e quajnë dhuratë. Mirë po, e kjo dhurat i ka mangësitë e veta se do njerëz Zoti ta merr. Apo të jep atë dhurat me mangësitë e saj që i ka. Do shta një fëmijë i cili ka një sëmundje të veçantë, të vetëm pra dhuratë pa asnjë noksanllëk dhe pa asnjë mangësi që Allahu ja falën robit është Islami. Dhe e bukura për ta treguar madhnia e tij xhelle xhelalu se çfarë dhurate madhe na ka fal Allahu subhanahu wa taala, e që nëse qëndrojmë në sejdë natën edhe ditën për t'i thënë Allahut elhamdulillah për mirësinë e Islamit, vallahi nuk i kishim dal hakut Zoti xhelle wala. Thot Allahu wa raditu lakumul Islam dina, dhe unë jam i kënaqur pra ai, unë jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. O vllazën, një Islam, një sistem, një platformë, një rregull që Allahu i madh që ka i kënaqur me ne, vallahi edhe ne jemi razim me ta. Andaj, elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard. Allahu i koordinon, i administron çështjet nga qielli për në tokë. Çka do thotë kjo? Pra të gjitha urdhat e Allahu xhallahu ala për kush të lindëm, kush do të vdes, kush do të pasurohet, kush do të varfërohet, kush do të plaket, kush do të ndron jetë më i ri, kush do të sëmuhet, kush do të shërohet, të gjitha zbresin prej qiellit. E nuk ka zbrit prej qiellit dhurat më të madhe se sa hidajeti dhe imani dhe Islami. Allahu te bareke ve teala kur na i përkujton këtë mirësinë në Kur'anin e tij, librin e tij të madhërisëm, thot: "Yamunnuna alayka an aslamu." O Muhammed, shifni, vallahi jetë madhështor vllazën. Allahu xhallahu ala thot: "O Muhammed, ata pra mushrikët sikur vinë këty në një formë krenohen se edhe ne kemi pranuar Islamin." Jo, mos u kreno me Islamin tënd. Thuaj faleminderit o Allah që më ke zgjedhë musliman. Andaj në një ditë për ditëve kur i thanë Imam Ahmed radhiyallahu ta'ala anhum, i thanë Imam Ahmed rahmetullah alayhi, "Jazakallahu 'anil islami khaira." Allahu të shpërblev për atë çka ke bërë për Islamin. Shefni vllazën, fiqhu, kuptimi i drejtë.
Tha jazallahu l-islam anna khaira. Allahu është përbleft islamin çka ka bë për ne. Allahu akbar. Allahu është përbleft o imam çka ke bë për këtë islam. Jo, Allahu është përbleft islamin çka ka bë për ne. Po gjithë të mirë, ju vëllezër, me gjithë këtë rahat, këtë komoditet e kemi për islamit. Ju vëllezër, me njerëzit vujnë prej probleme psikologjike, prej vigjozit. Ne Allah na ka rujt për vigjozit. Edhe atë nuk e mendojmë shumë. Allah na ka rujt për moralitetin, na i ka rujt gratë tona, na i ka rujt familjet tona, mos i nënshmojmë, mos i përbuzim ata, e që të shkojmë në rrugën e shturjes. Allahu na rujt. Allahu xhallahu ala na i ka rujt mendje për alkoolit, mirësi dhe dhurat. Ne ndoshta ju vëllezër e mi pse falemi ka kohë që jemi në udhëzim dhe nuk i ndjejmë këto dhurata të mëdha të Allahut. Dikush vuan ju vëllezër. Dikush ju vëllezër e mi është në gjendje që ta sakrifikon gjithë pasurinë e tij vetëm të shqirohet për atyre sëmundje dhe aty mëkate dhe gjunaheve. Pra Allahu xhallahu ala thot në këtë ajet në surën Hujurat, yamununa alayka an aslamu. Ata e ndjejnë si një lloj mirësie ndaj teje apo ndaj vetes së tyre që edhe ne kemi pranuar islamin. Allahu xhallahu ala thot: "Qul la tamunnu alayya islamakum." Thuaj ju atyre, mos e shfaqni islamin e ju ndaj meje si një si diçka që ju keni bë. Belillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Por Allahu është begatuesi më i mirë që juve ju ka udhëzuar në islam. Pra ju vëllezër e mi ti kënohemi dikujt me islamin ton, jo, ta falenderojmë të madhin Allah te bareke ve teala që na i ka fal këtë islam subhanahu wa taala. O ju vëllezër e mi, Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Atë ka shkuar në mendje ndonjëherë që ai që ta ka bërë të dashur këtë fe është Allahu subhanahu wa taala. Shihni vëllazër, di njerëz që të ulën ndoshta në një tavolinë. Njëri kënaqet me muzikën, tjetri kënaqet me Kur'anin. Njerëz të njëjtat vesh, të njëjtin ndigjim, të njëjtën kreaturë kanë, të njëjtën formë të krijimit e kanë nga mishi dhe nga gjaku, të njëjtën zemër e kanë. Mirë po ky kënaqet kur e dëgjon Kur'anin dhe shtrëngohet apo ndjen siklet kur e dëgjon muzikën, kurse ky tjetri eqeni be thot këtë muzikë të arabëve. E nënçmon dhe përbuzën këtë fjalë, sa kënaqeni be thot me muzikë. Kush është ai që ta ka bërë të dashur Kur'anin? Kush është ai i cili ta ka hap zemrën që vetëm kur kalon ndoshta një kerr dhe dëgjohet se e ka lëshuar Kur'ani pak të kënaqet zemra. Kush është ai i cili ta ka bërë të dashur aq shumë namazi saqë vetëm ezani kur dëgjohet të shkon me një herë vjen ai alarmi se do të më shkojmë ju përgjigj thirrjes Allahu xhallahu ala. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa habbaba ilaykumul iman." Allahu va ka bërë të dashur juve imanin. Pra ju vëllezër e mi pas shamadhërinë e Allahut, këtë iman, këtë begati të madhe që na i ka falë Allahu, nuk është aftësia jonë. Nuk bile edhe nuk ka qenë edhe dëshira jonë para prake. Allahu te bareke ve teala thot i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ma kunta tadri mal kitabu wala al-imanu." Ti o Muhammed nuk e di çka është libri dhe çka është imani. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "O habibim, o vllau im, o shoku im, Muhamedi nuk e dinte çka është imani. Deri në moshën 20 vjeçare. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-imanu." Ti nuk e di o Muhammed çka është libri dhe çka është libri, edhe çka është imani, por Allahu subhanahu wa taala e zbriti atë nëpërmjet shpirtit të shenjtë Xhibrilit alayhi salatu wasalam. Në ajetin e surës Hujurat po kthehemi dhe thot Allahu: "Wa habbaba ilaykumul iman." Allahu e bëri të dashur për ju imanin në zemër. O vëllazër, Allahu subhanahu wa taala ndoshta duke qenë brenda në mesin e një kafe nateje, në atë moment dëshira Allahu subhanahu wa taala vetëm të fillon të zbet drita e imanit. Sa njerëz duke qenë për kafe, duke qenë për rrugën e shejtanit, vjen një moment e vëllezër i hapet zemra për iman. Fillon që ta urren atë vend. Edhe vetëm fillon të vjen sinjali i parë për udhëzimin dhe islamin. Vazhdon Allahu xhallahu ala të thotë: "Wa zayyanahu", dëgjoni, "wa zayyanahu fi qulubikum", dhe Allahu e zbukuroi këtë iman në zemrat e juaja. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka zbukuruar imanin në zemrat tona. Surja më madhështore, më madhore i vëllezërit e mi, e cila flet për begatinë e udhëzimit, a dini se surës në Kur'an, është surja An'am, e cila edhe kur fillon me fjalën elhamdulillah, falënderimet i takojnë Allahu xhallahu ala. Derisa isha duke bërë një studim, të shoh se cila surë në Kur'an e përmendën më shumë fjalën hidayet, udhëzim, është surja An'am. E që në realitet, o vëllahu im, kjo sure
konsiderohet si komentuese në mënyrë teorike dhe praktike e surës Fatiha. Ku Allahu Gjellu Ala thot, ihdina s-sirata al-mustaqim, në udhëzon në rrugën e drejtë. Në rrugën e atyre që i begatuar me të mira. Rrugën e drejtë dhe rrugën e atyre që i ka begatuar me të mira, praktikisht Allahu Gjellu Ala shpjegon në surën An'am. Bile dini një fajtë dhe një dobi madhore që të vaja vëllau juj. Se sure të cilat fillojnë me një fillim të njëjtë, si për shembull Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim, ata quhen si sure të një familjeje, të cilat pothuaj tematikën e kanë të njëjtë dhe e shpjegojnë në mënyrë teorike dhe praktike njëra tjetrën. Për shembull surja Fatiha fillon me Elhamdulillah Rabbil Alamin. Surja An'am fillon me Elhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati, pra me fjalën Elhamdulillah. Andaj surja An'am vllazën, edhe surja Fatiha është për një familjeje, që do thotë se tematikat e këtyre dy sureve në automatizëm janë pothuajse të njëjta. A nuk tha Allahu Gjellu Ala ihdina s-sirata al-mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë, sirata al-mustaqim. Dëgjoni çka tha Allahu Gjellu Ala në surën An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dhe kjo është rruga ime e drejtë. Andaj diqeni ata. Pra ata që tha ihdina s-sirata, na udhëzon rrugën e drejtë, në surën An'am në mënyrë të praktike shpjegon se cila është rruga e drejtë. Wa anna hadha sirati mustaqima, kjo është rruga ime e drejtë, që e kam shpjegu brenda kësaj sure e madhore. Atëherë pasi që surja më madhore në Kur'an që përmendën begatinë e hidajetit dhe udhëzimit të surja An'am, Allahu te bareke ve teala në disa vende në këtë sure na tregon se udhëzuesi për në iman është Allahu Gjellu Ala. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Men yahdillahu fa huwa al-muhtad." Ka Allahu e udhëzon, ai është i udhëzuar. Allahu të ka udhëzuar. Vallahi s'është aftësia yte. As nuk është mençuria yte. Se edhe ai që ta dha mendjen është Allahu. Ai që zbriti dritën e imanit në zemrën tonë është Allahu. Gjithçka o ju vëllezërit e mi është prej Allahut. Në qoftë se një gjethë peme, ne kemi akiden tonë, se nuk zbret nga qielli pa lejen e të madhit Allah. Mendon ndonjëri prej nesh se është udhëzuar pa lejen e Allah? Jo. Atëhera nuk meriton ky Zot falënderim për këtë begati të madhe, Gjelle Gjelalu. Në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa taala, që se zgaboj ajetin 125 thot, po në surën An'am, "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-Islam, fa huwa ala nurin min rabbih." Apo më falni, Allahu Gjelle Wala thot, ajeti është thot Allahu Gjelle Wala, ai është ai Allahu i cili vahapi gjoksat për Islam. Po të deshte Allahu, do të vangushton të atyre gjoksat si me hip në qiell. Është e vërtetuar, është shkencërisht njeriu sa më lart në qiell të hip, aq më shumë humbet, domethënë oksigjeni dhe si e tillë ngushtohet gjoksi. Kështu Allahu Gjellu Ala, nëse dëshironte të na ngushtonte gjoksat për iman, ai kishte ngushtuar. Por Allahu i Madh te bareke ve teala na I ka hap gjoksat për Islam edhe iman. Kjo është çështja e parë e vëllezërit e mi, që ndoshta bile dhe duhet të zjatet, të përmenden në argumentet që kanë ardhur nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm o vëllezërit e mi, ai di çka kërkoj vllau për vete, për ju, pasi që të çohemi me kësaj ligjërate, të jemi më shumë falëndërues me njohur ndaj Zotit xhallahu. Alhamdulillah wallah. Thonte Imam Hasan al-Basri radiallahu anhu, "Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islami wa kafa biha min ni'mah." Falënderimet I takojnë Allahu për mirësinë e Islamit, vallahi mjafton ajo për mirësi. Ashtu thonte, "Wa kafa biha min ni'mah." Mjafton ajo mirësia dhe dhurata më e madhe. Kurse Ibn Qayyim al-Jauzi rahmetullahi alayhi thonte, "Kush e njeh Allahun, më tregoni se kë nuk e njeh. Kurse kush nuk e njeh Allahun, më tregoni çka di ai. Çka di ai? Kush e ka fitu Allahun, më tregoni çka ka humb. Dhe kush e ka humb Allahun, më tregoni çka ka fitu." Në fjalën tjetër thonte rahmetullahi alayh, "Idha fariha ahlu dunya bi dunyahum fafrah anta bi rabbik." Kur të gëzohen banorët e dunjas me dunjan e tyre, gëzohu ti me Zotin tënd xhel xhelalu. Kur të gëzohen banorët e pasurisë me pasurinë e tyre, ti gëzohu me Islamin tënd. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në surën Yunus, xhel xhelalu wa taqaddasat asma'uhu, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون." Thua ju atyre me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e Tij, me të le të gëzohen. Mirësia e Allahut është Islami, mëshira e Tij është Kur'ani. Pa me Islamin dhe me Kur'anin, thuaj ju atyre le të gëzohen, se kjo është më e mirë se sa ajo që tu bojnë. Andaj Ibn Qayyim al-Jauzi vëllazën Allah I ruaj dhe mëshiroft, në librin e tij Madarij as-Salikin, një prej stacioneve të udhëtimit drejt Allahut xhallahu ala,
thot është el farahu bi ni'metillahi alejk. Gëzimi me mirësinë e Allahut ndaj teje. E kam pa Imam Sufjan e-Theurin radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte asketi i Bagdadit në atë kohë, e kam pa që ishte i mbushur me trup, dhe i kam thënë, o imam, ente, rahibu Bagdad, ti që je asketi dhe adhurues i Bagdadit, po shë çuditshme pak të shohin një njeri të asaj kohë, i vëllezërit e mi, që vërtet kanë qenë asket, vërtet kanë agjëru, ndoshta një ditë po, një ditë jo dhe ngjashme si ajo, tha vallahi më kanë trash gëzimi im për Islamin. Vallahi sa që më kujtohet, se si Allah be më ka udhëzuar vallahi. Si Allahu xhallahu ana ka dalluar vëllezërit e mi për adhuruesve të lopës, për adhuruesve të kriqit, për adhuruesve të kësaj apo asaj dhe ndoshta edhe krijesa më të ulta për Zotin e ju e dini se në Indi dhe në shumë vende tjera të botës ka që adhurojnë miun. Allahu ju nderoft. Ne na vjen rënda dhe kur e përmendim, ne i madhi Allah na i ka rujt mendjen, na i ka rujt logjikën, na i ka rujt zemrën, mos adhurojmë dikën tjetër përpos Allah. Wallahi dha semineni farahi bil Islam, më kanë trash gëzimi për Islamin. Pe gëzimi të madh, sa që më kujtohet Islami, vallahi billahi, thotë kjo është ajo që më kanë trash, jo se ushqimi i tepërt. Allahu ekberu kebira. Për këtë arsye ju vëllezërit e mi, vallahi bile njeriu është në gjendje që të sakrifikon për dikën që e don. Andaj edhe të parët ton sahabë radhiyallahu anhum, edhe selefin përgjithësi edhe tabiin edhe ata që kanë marrë pas tyre, kanë sakrifikuar gjithçka. Për çka? Për këtë Islam. Për Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu than lam yasbiqna bi kathrati as-sawmi wala bi kathrati walakin bi shay'in waqara fi qalbi al-iman wa saddaqathu al-jawarih. Abu Bekri nuk na i kaloi shumë me shumë namaz ndoshta edhe agjerim, po me diçka që preku loçkën e zemrës së tij, dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. A e ka thënë Allahu dhe pejgamberi ka marr fund vallahi. Është e shenjtë për ne Islami për Zot. Është e shenjtë kjo fe. Bilali radhiyallahu anhu i vëllezërit e mi jo, ashtu në mënyrë të thjeshtë e sakrifikoi veten e tij kur tha ahadun ahad, një është Zoti, një është Zoti, nuk lëkunde për këtë dini, për këtë Islami. Jo vëllezëri, se kishte ngulit Muhamedi ibn Abdullah dashurinë për Islamin. S'është dhurata më e madhe dhe ja vlen vallahi. Ja vlen që të sakrifikojmë gjithçka dhe të shesim gjithçka për këtë Allah. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allahu e ka blejt për besimtarëve, imanin e tyre e ka blejt. Jo diçka tjetër. Inna Allah ishtara min al-mu'minina për besimtarëve imanin. Va ka blej atyre domethënë pasurinë edhe vetet e tyre me xhenetet e larta. Leke alhamdu ja Allah në fillim, leke alhamdu ja Allah në mbarim, ti të kon falënderimin e qiellin e tokë. Pastaj diçka tjetër madhore i vëllezërit e mi, Allah ju ruaj dhe mëshiroft. Ne kur him në namaz herën e parë, pas tekbirit fillestar, edhe recitojmë surën Fatiha. Elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Falënderimet i takojnë Allahu Zotit të botrave, mëshiruesi e kështu me radhë. Falënderimi për çka? Për atë që Allahu xhallahu ana i ka dhënë ushqimin, ka prej kafshëve që han më shumë se ne. Për atë që Allahu xhallahu ana ka dhënë fuqinë dhe kudretin, kemi forcë, ka prej kafshëve që janë më të fuqishme se ne. Jo lëzëtemi falënderimet të takojnë ty o Allah, fillimisht që më ke vendos para madhërisë tënde. Ty të falënderimet të takojnë o Allah që më ka hap zemrën për iman dhe Islam. Andaj ishte për lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kur e dëgjonte ezan, hayya ala salah, e jeni për takim. La hawla wala quwwata illa billah. S'ka forcë dhe ndryshim pa forcën e Zotit xhallahu ala. Pra Allahu është ai që na jep forcën për t'ju përgjigj thirrjes. Hayya ala al-falah, e jeni në shpëtim. Ai alayhi salatu wasallam përse i thonte la hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka ndryshim nga një gjendje në një gjendje, vetëm se me Allahu subhanahu wa taala. E dyta vllazit e mi prej pikave që dëshiroj t'i përmend vllai juaj, për çka? Për temën që jemi, për begatinë e imanit, për ta vërtetuar se është begatia më e madhe, është se Kur'anin apo edhe të gjithë librat hinor, Allahu te bareke ve teala i ka zbrit pikërisht për udhëzimin. Allahu xhalla xhelal nuk i ka zbrit librat hinor dhe mbi të gjitha librin e tij madhështor Kur'anin e lavdishëm i vëllezërit e mi për të qenë një libër shkence, apo për të qenë një udhërrëfyes i yni për në jetën e kësaj dhunjaje, pra si të arrijmë të bëhemi të pasur, si të arrijmë e ngjashme si ajo. Edhe se ajo vjen, domethënë natyrshëm pasi ta kemi imanin dhe Islamin, por Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'an se shkaku pse unë vakum zbrit juve këtë libër është pikërisht për shkak të udhëzimit. Këtu del në pa vlera e madhe e kësaj dhurate që është hidajeti dhe udhëzimi nuk në Allah. Thot Allahu xhallahu ala alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba. Ky është libri, libri. La rayba fi, nuk ka dyshim në ta.
Është e bukur e vëllezërit e mi se Allah thotë dhalikal kitabu. Elifi dhe lami në el kitab do të thotë, shihni në gjuhën arabe i thon lamul istighraq, lami i cili ngërthen në vetë gjithçka që ka para vetes. Siç është elhamdulillah, pra të gjitha llojet e falënderimit takojnë Allahut. Allahu xhallahu ala në këtë rast thotë ky është libri. Cili libër ja Rabb? Tregoj ja Rabb cili libër? Libri është dash të thotë dhalik kitabi, ky është libri im. Në të cilin nuk ka dyshim, po tha ky është libri. Cili libër ja Rabbi? Libri i cili ngërthen në vetë lumturinë e dunjas e të ahiretit. Libër bile i cili ngërthen në vetë vallahi bile gjithçka ka në këtë dunja ju vëllezërit e mi. Ma farratna fil kitabi min shay, ne nuk kemi lënë gjë pa shpjeguar në këtë libër. Si është e mundur? Hinë dhe zbuloje. Hinë dhe studio, lexoj librat e tefsirit. Kënaqe me zemrën tënde me fjalën e Rahmanit xhelle xhelalu. O vllazërit e mi, nëse një ajet pe këtyra ajeteve të librit të krijuesit që zbrit në male dhe koda kishte bëu hije pluhur ata pa frikës së Allahut. Wa tilkal thot Allah xhelle wala këto argumentet el ayat التي نضربها للناس të cilat neva kemi shpall juve njerëz. Mirë pa ka kush që merr mësim. Allahu xhelle wala thot ky është libri në të cilin nuk ka dyshim në të. Pse ja Rab, pse ke zbrit këtë libër? Cili është qëllimi i zbritjes? Çka tha Allah? Dhalika kitabu la rayba fi. Allah. Hudan lil muttaqin. Është udhëzues për të devotshmit. Pra shkaku se pse unë kam zbrit këtë libër, pikërisht që nëpërmjet këtij librit vashfaq juve begatinë e madhe të udhëzimit edhe imanit. Allahu subhanahu wa taala synimi dhe objektivi më të madh të këtij libri është udhëzimi. Udhëzimi për tek kush? Për tek Allahu. Andaj vetmi libër i vëllezërit e mi pash me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që është në fundit imani dhe islami, i cili të mëson se kush është Allahu, kush janë cilësitë e tij, kush janë emrat e tij, kush është veprimtaria e tij xhelle xhelalu. E shfaqen Allahu me emrat e bujarisë, me emrat e fisnikërisë, me emrat e madhështisë, është vetëm Kur'ani madhërisht. Andaj dietarët kanë thënë kush dëshiron ta njeh Allahun e njeh nëpërmjet librit të tij. Nga që Allahu e ka shfaqur veten e tij nëpërmjet librit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu xhallahu ala këtë libër e ka bërë udhëzim për ku? Për në rrugën e xhenetit. Andaj nuk të gjitha rrugët, të cilat të mbajnë mend këtë fjalë, se ka thënë edhe Sufjan al-Thawri. Kullu turuq al-musilati ila Allahi masduda. Çdo rrugë e cila apo më mirë themi çdo rrugit e cila të shpije për tek Allahu është e mbyllur. Nuk shkon. Është e mbyllur kjo. Është e mbyllur vetëm rruga e Kur'anit dhe Sunetit. Pa vetëm rrugën të cilën e zbriti madhnia e Zotit xhelle xhelalu, ajo është rruga e cila të shpije për xhenetin e Allahut, për në xhenetin e Allahut. Ju vëllezërit e mi, ne dibranët nga dibra e madhe e Maqedonisë, pjesën më të madhe të qytetarëve tonë kemi në Amerikë. Dhe ka pas pe familjarëve tonë që për të shku dhe në Amerikë kanë shku në për rrugë të zeza në për Meksike dhe kanë sakrifikuar ndoshta edhe me muaj të tëra vetëm për të dalë në Amerikë, nga se siç e di, në momentin që shkelish në Amerikë konsiderohesh si një qytetar i atij shteti. Kanë bërë sakrifica të mëdha vetëm që të arrinë atë vend. Kanë paguar ndoshta edhe nga $40,000 apo $50,000 dhe ngjashme si ajo vetëm për të shkuar në tokën e përjetësisë. Jo. Në tokën përsëri ku do ta shijojnë edhe vdekjen, edhe gajlet, edhe streset, edhe problemet. Imagjinojmë ta tregu dhe kush rrugën e cila për të shpije për në xhenet, atje ku ka kolltuqe, atje ku ka lumej, atje ku ka bamfshe, atje ku është përjetësia. Wallahi billah. Allahu subhanahu wa taala që nga momenti i parë kur e zbriti këtë libër, më falni. Që nga momenti i parë kur e zbriti Ademin alayhis salatu në tokë, tha Allahu xhalla wala wa imma yatiyannakum minni huda. Dhe juve patjetër që do t'ju vjen nga ana ime udhëzimi. Më thënë Allahu xhalla wala thotë nuk do t'ju lam pa begatin time më të madhe. O ima yatiyannakum minni huda, ju patjetër që do t'ju vjen nga ana e Zotit udhëzimi. Udhëzimi i cila është rruga dhe platforma e të madhit Allah subhanahu wa taala që garanton lumturinë e dunjas e të ahiretit. Para se të dalim ke kjo, dëshiroj të rikthejmë asaj që u përmend pak më herët. Pra, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Në surën Bekare, Allahu te bareke ve teala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran", më pastaj hudan lin-nasi. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Pse ja Rabb përsëri thot të njëjtën? Hudan lin-nas, udhërrëfyes për njerëzit. Wallahi billah vllazën. Jemi të humbur në errësirat e kësaj bote
më shumë se sa i është i humbur një njeri që mbetet në mes të një mali në errësirën e natës, në errësirën e pemëve të gjata të malit dhe nuk di se ku t'ja mban, jemi të humbur më shumë se sa njeri, përderisa jemi larg fjalës së krijuesit. Këtu do të dani një pikë të rëndësishme. O vëllazë, mëkatarët shihni mesin e mëshirës. Akus, si thot Hasan el-Basri, wa in tataqtaqat ru'usuhum fa inna dhul al-ma'siyati ala raqabatihim. Edhe në qoftë se ngritën kokat e tyre, pra me mendimasi, me kërë të mira, me muzikë, me zhurma, më thash, përsëri në çmimi i mëkatit është në qafat e tyre. Atë në shumë keq vallahi. Kush është larg udhëzimit është shumë keq vëllazë. Është larg dritës, jeton në errësirë dhe nuk di çka bën. Kape këtë preke këtë, bën zullum, merr pasuri pa të drejtë, merr tendere pa të drejtë, më thash e kjo, ku ta diun. Nga së është në errësirë, nuk e di se çka bën, andaj ka nevojë për mëshirën dhe rahmetin. Allahu tha, fa bima rahmetin min Allah linta lahum. Ti me mëshirën e Allahut u bëre i butë. Pra Allahu xhallahu ala këtij njeriu e kishte falë edhe butësinë dhe mëshirën, subhanahu wa taala, se ka nevojë. Ne Allahu na e ka dhënë dritën. Thot Allah, fa men yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. A është i njëjta i cili ecën në tokë si i hutuar, si shembulli i atij i cili ecën në tokë i drejtë dhe siç i ka hije njeriu? Thot Allahu xhallahu ala fa huwa ala nurin min rabbi. Ata që ndjekin rrugën e Allahut, është në një dritë prej anës së Allahut. Ne kemi kandilin në dorë, o vëllazë. Po vaj halli për ne që këtë kandil nuk va falim një baballarëve ton, nanave tona, vëllezërve ton, kujshive ton. Ndoshta e kemi një kujshi vëllazë që nuk falet dhe nuk di asgjë për Islamin, asnjë nuk i kemi fol. A në realitet i flasi diçka për Islamin do të thotë, normal me butësinë më të duhur, do të thotë t'ja falish nurin, dritën. Ti flasi shokut tanë në shkollë, apo shokut tanë në punë, apo shokut tanë dikun që të lidhen në një prej rrugëve të jetës së kësaj dhunjaje, do të thotë t'ja falish dritën dhe nurin. Atë ditë kur udhëzove, a thu vallë të gjeti, a thu vallë udhëzimi ishte ngushtis për ty? Jo u çlirohet, po le të çlirohen edhe të tjerë siç u çlirohem edhe ne ju vëllazë. Vëllazën Allah ju rridhë më shumë temën e ndërlidhen, është kjo temë madhështore, dhe nuk ka nevojë as për të pa argumente, nga se është diçka që edhe ndjen njeriu vallahi. O vëllazë, në këtë dunja ka dy rrugë. Nuk ka be rrugë të tretë, tregova një njerëz, ose rruga e shejtanit ose rruga e Rahmanit. Të gjithë rrugicat janë rrugët e shejtanit. Një rrugë është rruga e të madhit Allah xhallahu ala. A mendon një dikush se shejtani dëshiron t'ja lehtëson atë rrugën? Jo, pasha madhninë e Allahut. A mendon dikush se rruga e Rahmanit është rrugë e rëndë? Jo, vallahi. Para disa ditëve va përmendë xhamati tim në Dibër në një prej ligjërate, vallahi billahi, në qoftë se 5 kohët e namazit do të kishin qenë të rënda për ne, Allahu na kishte vënë 3 kohë. Në qoftë se 3 kohë namaz do të kishin qenë të rënda për ne, Allahu na kishte vënë një herë në ditë të falemi. Por në qoftë se edhe një herë në ditë kishte qenë rënd të falemi, Allahu kishte thënë mos u falni hiç, vetëm përmendni. La ilaha illallah. Allahu xhallahu ala thot la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e obligon robin për të mundësive. Nuk na ka urdhëruar Allahu me një urdhë për urdhave të tij që të na i rëndon. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ne nuk ta zbritëm ti Kur'anin në Muhammed që të rëndojmë, që të lodhim, të preokupojmë, illa tadhkiratan liman yakhsha. Por është për kujtim për ata që ja kanë frikën madhërisë së Zotit xhallahu ala. Pra ju lezet e mi, po i rikthehemi 9 pikës që t'jemi të qartë dhe t'jemi të fokusuar aty ku duam të flasim. Pra Allahu subhanahu wa taala e zbriti librin e tij vetëm për këtë qëllim, që na i tregon rrugën e udhëzimit dhe hidajetit. Në anën tjetër o vëllezër, çka del në pa vlera dhe peshë e madhe e kësaj begatisë të imanit dhe islamit, është ajo që përmenda, po e përmend si 9 pikë, ajo është se Allahu xhallahu ala Ademin alayhi salatu wasalam kur e zbriti në tokë, gjën e parë që tha, ja tregoi Allah se do t'ja jap tha udhëzimin. Allahu xhallahu ala të gjithë burrat më të mirë që kanë kaluar në historinë njerëzore, që është karavani i pejgamberëve, i zbriti me një obligim të vetëm. Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budu Allah." Në çdo popull kemi dërguar pejgamber, pse? Për t'i udhëzuar ata në Allah, në Islam. Pra vazifja, puna dhe obligueshmëria e pejgamberëve të Allahut alayhi salatu wasallam ka qenë vetëm një, që t'i thërrasin njerëzit në rrugën e udhëzimit edhe të hidajetit. Allahu te bareke ve teala vëllazën, kur e zbriti Ademin alayhi salatu wasallam në tokë dhe i tha që patjetër të ta jap udhëzimin, kush e ndjekën atë tha, i ka 2 premtime. Apo 2 premtime përmend në surën Bekare dhe 2 të tjera të ngjashme dhe të paraforta përmend në
në surën Taha. Thotë Allahu xhalla wala në surën Bekara, "Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun." Allahu akbar. Dëgjoj vëllai. Kush e ndjekën udhëzimin tim? Kto Allahu tash e merr përsipër, thotë udhëzimi është i imi. Dhe udhëzimi është i Allahut. Kush do ta ndjek udhëzimin tim, nuk do të ketë frikë dhe nuk do të brengoset. O vëllezërit e mi, siguria e plot në këtë dunja është për njeriu që nuk ka frikë për atë që e pret dhe nuk brangoset për atë që ka kalu. Nga se njeriu çdo herë është mes frikës për të ardhmen dhe mes brengës për të kaluarën. Allahu subhanahu wa taala thotë do t'i largojë edhe frikën edhe brengën në momentin që njeriu do ta ndjekë udhëzimin e të Madhit Allah subhanahu wa taala. Dhe përsëri siç e thash në fillim, po e them edhe tash, këtë që po e them vallahu ju, ndoshta edhe unë nuk e kuptoj, dhe sigurisht që nuk e kuptoj, vetëm në atë moment kur do vinë melaqet e Rahmanit xhallahu ala në momentin e vdekjes do të thonë alla khawfun aleikum wala antum tahzanun, mos u frikoni sot. Se çka ju pret në varr dhe mos u brengosni për atë që e lat më pas, se juve ishit që qëndruat në fenë e Allahut. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thanë Zoti i ishte Allahu, pastaj qëndruan në të. Të tillëve do t'ju zbesi me laqet në momentin e fundit. Për këtë që jemi duke thënë vëllazë, për këtë që o xhallarët mbajnë ligjërata. E ju thanë ndoshta ndonjëherë edhe buzët edhe gjuha edhe fyti, o ju njerëz hidajeti dhe udhëzimi. Do të vjen ai moment kur të vinë me laqet e Rahmanit, alla khawfun aleikum wala antum tahzanun, mos u frikoni, hiç rini rahat. Se nuk është e rëndë jeta në varr. Nuk është e rëndë ajo që ju pret pas. Wala tahzanun, as mos u brengosni për fëmijët e juaj, për pasurinë e juaj. Ne e marrim përsipër që fëmijët e juaj të mbeten në rrugën e juaj. Që pasuria e juaj të trashëgohet tamam me halal, aty ku i takon djalit, aty ku takon vajzës dhe kështu me radhë. Allahu akbar. Begati e madhe. Pa dini ju vëllezërit e mi se njerëzit e pasanikët dhe miliarderët më të mëdhenj në botë pikërisht këto probleme i kanë, se kanë frikë për të ardhmen dhe kanë brenga për të kaluarën. Kanë frikë për pasurinë e tyre se mos po ju humbet. Atë ngratët nuk e dinë se atë pasuri që e kanë, edhe niprit edhe mbestat edhe stërniprit e tyre se në harxojnë. Mirë po friga. Friga ju vëllezërit e mi, se mos ndoshta po humbet kjo pasuri. Edhe brenga në realitet se kush ta merr pas vdekjes së tyre pasurinë? Atja lam kishës, apo do ta merr shteti, apo do të ma humbin fëmijët dhe gjashtë me si ajo. Ne jo, alhamdulillah. Se ne e dim se haku i Allahut do të shkon tek haku i Allahut, kurse fëmijët tanë që u mbetën në Islam dhe në iman nuk do ta humbin pasurinë tanë. Si tha Omer ibn Abdulaziz që i lat 11 djem pas vetes së tij. I thanë o emiri muslimanëve, gjithë këtë udhëheqësi të shtetit islam e trashëgove, nuk ju la shumë pasuri djemve të tu. Tha nëse janë të devotshëm Allah do të kujdeset për ta. Kurse nëse janë të shturur, tu la unë pasuri atyre që të shturen me pasurinë time, jo. Allahu akbar. Kjo është e ju vëllezër e mi pra dhurata që ne natyrshëm e kemi, jo vëllazë. Natyrshëm për Zotin e Madh, natyrshëm e kemi këtë Islam. Pyetni ata që bin për herë të parë në sejdë. Pyetni ata që kur e pranojnë Islamin për herë të parë la ilaha illallah çfarë ndjenje kanë. Para disa muajve më paraqit një vëlla, i cili është i Dibrës në realitet, po jeton në Itali, gruan e ka italiane, edhe tha, o hoç, tha, aman shpejt vish, domethënë në banesën time se gruaja është duke qajt me një të qajt më të madhe. Dhe kishte vite që ai kishte bërë davet për Islam, por ja që nuk e kishte pranuar. Vallahi billahi vllazën, po va tregoj vllau që e pash unë me sytë e mi. Momentin që ajo e pranoi shahadetin dhe tha la ilaha illallah vetëm u qetësu. Dhe tha pasha Zotin, për herë të parë unë në jetë e ndjej këtë qetësi dhe këtë rehati. Biriburi vetë ishte në moment duke bërë një video për të treguar familjarëve, ajo vetëm tha më fal, duhet kjo video? Tha jo për çi? Jo le, tha se me smedhe Allahut. Unë tha sot do ta akuzoj Zotin tim. Dhe vërtet si tha Ibn Qayyim el-Jauzi, bereqeti pendimit, i kthimit për tek Allahu, si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu gëzohet me teuben e robit, më shumë se sa. Shkaku se edhe ti ndjesh një lloj gëzimi në atë moment, se Allahu gëzohet dhe pe gëzimit të tij hodhën gëzime edhe në zemrën dhe në gjoksin tan. Por siç thashë vëllezër se ne kemi përditshmëri, apo ndoshta edhe jemi udhëzuar pe nënë dhe babë musliman, ndoshta edhe nuk e ndjejmë ndonjëherë këtë dhurat, por ja që kemi nevojë ndonjëherë këtë pluhur të gafletit, ta shkundim pe njëri tjetrit e themi elhamdulillah Zot për këtë dhurat. Në surën Taha Allahu xhallahu ala thotë: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kush do ta ndjek udhëzimin tim? Ai nuk atje tha nuk do të frigohet dhe nuk do të brengoset. Kurse këtu thot surën Taha, ai do nuk do të devijon dhe nuk la yadhillu wala yashqa dhe nuk do të dëshpërohet.
Ibn Abbas radiallahu anhu në komentimin e këtij ajeti tha, nuk do të devijon në rrugët e kësaj dunjaje dhe nuk do të dëshpërohet në ditën e Kiametit. Për këtë arsye përse I po them dhe përfundoj edhe pse kisha dhe shumë në pika, por nuk është shumë në rëndësi. Vllazët e mi, do t'ja dim kimetin, e thoni ju kimetin, nimetin, begatin, Islamit, atë ditë kur do të mbetemi të vetmuar në varret tona, e vim me laqet e Rahmanit, do të na pyesin, të ikin nana, baba, realisht baba, e vëllaznit, e miqt, e dashamirë, do të mbeten edhe pasurie këtu në këtë dunja. E me laqet e Rahmanit xhallahu ala do të tjerë do thonë, o ma dinu, kush ishte feja yte? Do t'ja dim kimeti kësaj feje o vllazit e mi dhe këtij imani ditën kur Allahu xhallahu ala do të thotë li yattabi'u kullu ummati ma kanat ta'bud. Le të shkon sot në këtë ditë të madhe çdo popull dhe millet le ta ndjekën atë që ka adhuruar në dinja. Dhe do të shkojnë adhuruesit e diellit pas diellit. Dhe do të shkojnë adhuruesit e hënës pas hënës. Dhe do të mbeten idhtarët e sejdës në tokën e mahsherit. Dhe madhnia e Zotit xhallahu ala do të thotë, po ju keni duke prit. Ata do të thonë nantadhiru rabbena. Thonë e presim Zotin tonë. Dhe në atë moment, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do ta shfaqen Allahu një pjesë të fytyrës së tij I buzëqeshur. Aina alladhina ata'uni falam yaron. Ku janë ata që më adhuruan në dunja dhe pse s'më pan? Ku janë ata që më njohën në dunja dhe pse nuk më pan? Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një grup njerëzish që të bëni vend për ta madhruar Allahun, ju thot Allah me laqe, për çka bëni muhabet ata njerëz? Sa ja Rab, të kujtonin ty. Po pse më kanë pa ata mua? Jo, ja Rab, po si do të ishte po ta kishim pa, po të më kishim pa mua? Po vëllazë, si do të ishte sonte në këtë ligjërat, po ta kishim pa ne Allahu xhallahu, si do ta kishim përmend atë, si do ta kishim adhuruar atë, si do ta kishim lavdëruar atë subhanahu wa taala. O vëllazë e mi, mos flasim të jesh idhtar I imanit dhe në të njëjtën kohë të jesh idhtar I Muhamedit të birit Abdullah sallallahu rabbi selam alaihi. Atë ditë kur njerëzit do të shkojnë tek Ademi, tek Musa, tek Isa, tek pejgamberët e Zotit alayhi salatu wassalam. Secili prej tyre I trembur, I frigum, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaba. Zoti sot është shumë I hidhur, ikni, shkoni tek tjetër kushi, derisa do të shkojnë tek Muhamedi. Muhamedi do të shkon sallallahu rabbi selam alaihi. Do të shkon tek arshi Allahu, do të bie në sejdë, derisa në një moment Allahu do t'i thotë o Muhammed ngritë kokën dhe me sytë e tij të lutuar do thotë o Allah sot shpëto Muhammedin tim, o Allah shpëto Muhammedin tim. Falënderimi takon Allahu xhallahu ala ditën kur na udhzoi. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala në çdo gjendje. Falënderimi takon Allahu xhallahu ala në begatitë e tij të shumta. La ilaha illallah. Zdim, nuk dim pasha Allah. Thjesht be Allah, zdim si themi. Hajde tregoni si ta falenderojmë Allahun. O pejgamberi Allahut nuk dinte si ta falenderojnë Allahun. Tha në fund të natës, për çdo natë bënte duan e vitit, e dini. La uhsi thanan alej. S'di të falenderoj. La uhsi thanan alej. O Allah, s'di si të falenderoj. Ente kema thnejt ala nafsik, vetëm ty o Allah dish ta falenderosh veten tënde. O Allah të falenderohemi ashtu siç ty o Allah din ta falenderosh veten tënde. Jo ashtu siç ne që dim, ne nuk dim. Falënderimi takon Allahut fillim dhe mbarim. Elus Allah xhallahu ala, që këtë fjalën elhamdulillah ta themi edhe një ditë kur do të him në xhenet, si thot Allah xhallahu ala, wa akhiru da'wahum, lutja e fundit e banorëve të xhenetit do të jetë elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderim me të takojnë Allah Zotit të botrave, sallallahu alaihi wa sallam Muhammed, ala alihi wa sahbihi ajma'in.